Përshëndetje. Përshëndetje Julia. Okej. Do lëm edhe pak hapësirë për të hyrë persona të tjerë. Nuk e di pse është pak e vështirë për personat që jetojnë në Shqipëri të aksesojnë me Zoomin. Ndërkohë do bëj share screen. Okej. Kam zgjedhur pikërisht këtë temë. Kam zgjedhur temën për të folur mbi metodat e fundit për të marrë sa më shumë klient. Përse? Sepse një nga problemet më të mëdha në bazë të ekspertizës time për këto vite të punës online, dhe nuk janë pak, po janë 6 vite e gjysmë, duke u bërë 7 vite. Kam parë që në tregun shqiptar, sepse unë punoj edhe në tregun e huaj, por po them për tregun shqiptar duke qenë se edhe ju e kuptoni shumë mirë, po flasim shqip. Pra, po themi për të gjithë pjesën e shqiptarëve kudo që kanë hapur biznese, qoftë në Republikën e Shqipërisë, qoftë në diasporë. Problemi më i madh është mënyra se si po përdoren në rrjetet sociale për të fituar klient, dhe gjëja më e rëndësishme është strategjia që përdoret. Një nga gjërat që është jo në favor është kur nuk bëhen updatime vit pas viti që bëjnë sidomos Instagrami. Shumica e njerëzve, duke qenë se postojnë vetëm në Instagram, pse vetëm Instagrami? Sepse ai i jepet hop Instagrami. Po të shikoni, në Shqipëri ka një kulturë shumë të dobët në lidhje me biznesin. Unë kam qenë së fundmi në një startup, dhe për sa i përket kulturës europiane, sidomos në vendin që unë jetoj në Barcelonë, është shumë larg. Shumë larg, dhe do të thoja që shumë persona që e kanë kapur pjesën e zhvillimit të biznesit kanë arritur edhe të emancipojnë dhe pak më lart. Dhe pjesa që them shumë larg është sepse në Shqipëri vetëm propagandohet i reklamohet në Instagram. Në Shqipëri metoda që zgjidhet është vetëm t'ju jepet para influencerave, që të bëhet influencera gjithnjë më shumë më të pasur. Nuk jam kundra kësaj gjëje, por jam kundra mënyrës, sepse në momentin që ti e birson dyqanin tënd, e birson atë që unë e quaj fëmijën tim, pra përveç 2 fëmijëve të mi biologjik, unë kam dhe 2 të tjerë që kam ndërtuar sepse kërkojnë të njëjtin përkushtim, kërkojnë të njëjtën kohë. Ka persona të tjerë që kur e them këtë fjalë duken shumë absurditet, por jo, nuk është absurditet, është një e vërtet. Kush ngre biznesin me forcë, me djersë dhe me mund të madhe, di shumë mirë që është po njëjti përkushtim që i bëhet dhe i dedikohet fëmijës nga fillimi që sa lind dhe derisa e rrit. Kështu të njëjtën gjë është edhe për bizneset. Dhe kur shikoj që ka kaq shumë anomali, shpeshherë nëse më ndiqni në rrjetet sociale, unë kam ngritur zërin për shumë anomali që shikoj. Se e them këtë? Sepse në momentin që ti i birson biznesin tënd dikujt që nuk e njeh fare biznesin tënd, dikujt i cili nuk ofron në mënyrë, nuk e di nëse në Shqipëri, sepse s'kam qenë dhe nuk do jem kur pjesë e reklamimit nëpër influencera në Shqipëri, ofron një kontratë ligjore midis atij dhe çfarë premton dhe çfarë do fitosh ti kur i jep X para, nuk po them për shumat monetare, këtij biznesi. Pra, këtij influenceri që në një farë mënyre po ushtron një biznes të pa apo të i licencuar, është mënyra e tij, por po flasim në pjesën sipërfaqësore. Çfarë fiton ti? Çfarë ndjek ti dhe çfarë ke ti domosdoshmëri të marrësh nga ky influencer? Pra, e nis nga kjo. Ti po shkon ta reklamosh biznesin tënd dhe çfarë pritshmërish krijon ti? Sepse normalisht do krijosh pritshmëri për një X vlerë paraje që nuk është e pakët, por është një vlerë shumë e madhe për sa i përket buxhetit e rrogës shqiptare, sepse një nga gjërat më të shumta që un kam ngritur zërin është një lloj pendeku shumë i madh dhe një paradoks shumë i madh të pasurit, një rrog, sepse un kam punuar vetë në Shqipëri dhe jo në një vend do si do, por në një nga kompanitë më të forta të Shqipërisë, që është e grupit Balfin, të Zarmirmanes, dhe në shtet kam punuar, dhe një diferencë shumë të madhe që ka ndërmjet rrogës, po them rrogës shqiptare, po them atë 500 euro apo 600 sa mund të ketë shkuar, dhe tarifave që kërkojnë influencer. Pra unë shikoj këtu.
Nëse këtu vetë në një influencë dhe i thua që unë po shkoj dhe po reklamoj biznesin tënd, ajo të thotë, unë do ta reklamoj biznesin tënd për X kohë të caktuar dhe kushton kaq lekë dhe ne do bëjmë një kontratë në fund të së cilës përshkruhen disa klauzola. Këtë gjë unë nuk e di nëse e bëjnë në Shqipëri apo jo, por po e them si shembull dhe e kam thënë edhe në grupet e mia dhe në studentë që kam trajnuar, që kjo është një hedhje poshtë e biznesit tuaj, sepse askush nuk i intereson dhe sa më shumë që juve më mirë do t'i ishte, mënyrat më të efektshme do t'ishin të bëni kartë vizita dhe të jeni pjesë e nëse ka e intershipeve të ndryshme apo organizatave, apo qoftë dhe e radiove dhe mediave lokale që e përhapin dhe tregon një gjë për biznesin tënd, apo ku shkon një nga mënyrat më të mira që ne na kanë shvilluar këtu në Barcelonë, ka qenë që në një nga lagjet më të famshme dhe më të pasura të Barcelonës, ashtu sikurse mund të jetë edhe në Tiranë, një nga lagjet ose edhe në qytetet ku jetoni, unë di që në Tiranë dy nga lagjet më të pasura është bloku edhe Komune e Parisit. Kemi shkuar e kemi këtu në Barcelonë kemi shkuar dhe kemi hapur pra biznesin tonë në formën e kartë vizitave. Një mënyrë shumë moderne në të cilën i ofroni një nga produktet tona, i ofroni për ta provuar dhe i jepni një kartë vizite në mënyrë të tillë që të krijojë një reng. Pra, përse nuk shikoj unë sot në Instagram, por shikoj gjithmonë copy paste mënyrat e të bërurit nga të huajt. Jam shumë dakord ta shikosh, po jo ta kopjosh identikisht, sepse në fund të ditës ajo që ti po reklamon është produkti jot ose shërbimi jot, dhe produkti jot dhe shërbimi jot varet nga ti, nga vlerat e tua që ti ke. Kjo është gjëja më kryesore që unë ja them studentëve kur janë në përtrajnime dhe i them, nëse mënyra jote nuk është e sigurt dhe vetja jote nuk paraqet sigurinë atë që ti ofron, mos kërko që personi ose klienti të ofrojë siguri. Në shumë persona të cilët sot kanë arritur sukses në mënyrat e tyre, është kur e kanë shpërndar biznesin e tyre. Çfarë do të thotë të shpërndash biznesin? Të shpërndash biznesin do të thotë që ti të krijosh shumë mënyra burime alternative, resurse alternative, të cilat nëse njëri bie, të tjerët janë si shtylla mbështetëse për të qëndruar biznesi jot. Disa nga mënyrat alternative janë krijimi parave pasive. Krijimi parave pasive janë para të cilat nëse ti me një shifër të caktuar monetare, arrin të investosh ku? Arrin të investosh në krijimin e një libri digital që mund ta shpërndash dhe mund ta vendosësh në Amazon dhe krijon të ardhura, që mund ta vendosësh në sajte të ndryshme ndërkombëtare, janë 2-3 sajte të ndryshme ndërkombëtare përveç se Amazonit që ti mundesh të jep, pra të jep ty mundësinë që të reklamosh atë që quhen produkti jot digital apo produkti jot fizik për ta shitur ndërkombëtarisht. Në tjetër mënyrë është krijimi i të ardhurave pasive midis Amazon Affiliate-it. Një mënyrë në të cilën disa nga gocat të cilat e kanë aplikuar fitojnë goxha shifra të mëdha të ardhurash. Një mënyrë tjetër është të përdorësh affiliate apo dropship nëpërmjet Temus, Sheinit që përdoret jo vetëm në Instagram, sepse keq kuptohet pjesa e Instagramit, jo vetëm Instagram, por persona duhet kuptojnë që nuk ka vetëm rank Instagrami, rank të fort, i pari fare është përveç kërkimeve në Google, i pari fare është pikërisht YouTube-i. YouTube-in që shumë pak shqiptar e përdorin, ka shumë pak shqiptar që përdorin vlog në YouTube. Dhe këtë vlogun në YouTube ti mund ta lidhësh me burimet e tua, të cilat çfarë janë? Ti mund të ndërtosh një website të thjeshtë, minimalist, që i drejton klientët e tu te ky website. Ti mund të ndërtosh në linkun tënd, siç mundet t'ju pasqyroj këtu. Pra, ti mundet të ndërtosh në linkun tënd, në Linktree e Instagramit tënd, ti mund të ndërtosh biznesin tënd. Si mund ta ndërtosh? Shumë pak biznese e kanë këtë. Ose kanë disa website që nuk ju hapen fare, sepse ju a kanë vendosur personave që nuk janë adekuat për t'i krijuar website-et. Pra produktet të cilat ti mund t'i kesh në Amazon, mund të kesh një e-book të cilin e ke me pagesë dhe ke vendosur në website, ose mund ta kesh një e-book të cilën ti e ke sponsorizuar në një platformë, siç mund të jenë disa goca që e kam bërë në platformat e mia me çmime shumë të lira për sa i përket tregut shqiptar. Dhe ti e shkarkon dhe e-booku vete direkt pa pasur nevojë që pastaj të krijosh një website që shkon diku minimalisti, domethënë po them minimalisti i ndërtuar nga një inxhinier informatike, jo nga një person
i cili ka mësuar me 2 muaj kurs apo nga YouTube i ka mësuar të ndërtoj webin. Pse e them këtë? Sepse unë kam vetë një skuadër të tillë dhe një nga personat që e drejton është një vllai i cili drejton gjithashtu, është inxhinier informatike, dy nga bizneset më të mëdha shqiptare dhe është kryesori në menaxhimin e tyre. Pra, dhe kur shikoj që thonë që ndërtohet website-i me 5 minuta apo me 2 minuta, këto janë ato marketimet e fuqishme për të tërhequr klient. Gjithashtu mundet të jenë platforma që mund të investohen në to, mund të jenë, siç i thash, e-book, website, siç ju mund të shikoni, ose njërin prej librave që unë e kam botuar, pra librin fizik në Amazon, ose mund të jenë libra të cilat mund t'i keni, por unë nuk di akoma nëse në Shqipëri ka një bibliotek të madhe që mund vendosen gjitha librat dhe mund porositen online. Se di dhe nuk besoj që mund të ketë, sepse nëse do kishte, do ta kisha dëgjuar këtë pjesë, siç ekziston në vende të tjera të botës që ka një bibliotek, një vend i duke qenë se bota është shumë e madhe, vendi ku unë jetoj, Spanja është 40 milion banor, nuk ka të krahasuar me Shqipërinë dhe janë të ndara në regione të caktuara që kanë bibliotekat e tyre. Por po them për Shqipërinë duke qenë se kanë vetëm 2 milion banor, minimalisht të ishte një bibliotekë e cila të mundesh të vendosni qoftë dhe libra, falas, unë mund të jam një nga ata personat që mund të kem mbi 100 libra falas për t'ju adhuruar, qoftë në gjuhë të huaj, qoftë edhe në shqip për të mësuar, sepse ajo që unë dua ta kundërshtoj fort është që sot më shumë se kur në rrjetet sociale propagandohet për t'i dhënë dhe për të ulur vlerat e arsimit, për të ulur vlerat e shkollës, për të ulur vlerat e dijes. Gjë që ti nuk mund të ecësh kur, pse? Sepse një nga mënyrat kryesore që ti mëson në shkollë, kush ka bërë pjesë të digital marketing ose ka bërë marketing në shkollë, një nga gjërat kryesore që mësohet është mënyra e komunikimit. Gjë që në të gjitha, po thuaj se pjesën më të madhe të bizneseve shqiptare, 80% e bizneseve që unë kam bërë një lloj sondazhi për 2 muaj duke i testuar, duke bler te këto, nuk din të komunikojnë. Që nga mënyra si shkruajnë shqipen, që nga mënyra si artikulojnë shqipen, që nga mënyra si përgjigjen në mesazh, që nga mënyra që dërgojnë copy paste pa të njohur dhe pa të përshëndetur, bëj pak share kësaj faqes, bëj pak like kësaj faqes, pa të përshëndetur dhe pa të njohur ty. Gjë të cilat për mua lën shumë për të dëshiruar. Pjesa tjetër është krijimi i kartvizitave me këtë kodin QR që mund të lidhet këtu, mund të lidhen te ky link triash falas dhe mund të lidhet TikToku, mund të lidhet YouTube-i, mund të lidhet Facebooku, mund të lidhet Pinteresti, mund të lidhet PayPal-i për pagesa, mund të lidhet eBay, mund të lidhet Amazoni, mund të lidhen shumë që unë mund t'ju flas tani shumë aksese të tjera për gocat që duan të punojnë freelancer or Upwork. Dhe me anë të këtij kodi QR mund të skanohet dhe në përvende të ndryshme, por qoftë duke nisur edhe nga lagja ku jetoni, mund të shpërndahen kartë vizita, mund t'i krijoni t'i shpërndani kartë vizitat dhe të filloni të merrni një rank, jo vetëm në Instagram duke sponsorizuar vetëm në influencer, sepse çfarë ndodh? Duke u sponsorizuar njëra në një influencer dhe vazhdojnë tek ne, tek shqiptarët, është shumë e dhënë efekti i të, do thoja unë, të transmetuarit të gjërave që unë shkova te filan te X influencer dhe nuk jam e kënaqur për ti, ose nuk flasin ose thonë të njëjtën gjë, për ti mos shko. Pra, ka filluar kjo pjesa tani e ndërgjegjësimit pas disa viteve pas pandemisë, duke parë feedbackun që kanë marrë. Ajo gjëja që do ju thoja unë është që një pjesë e madhe e postimeve tuaja mungon hashtagu kryesor që lidhet me objektivin kryesor të biznesit që e keni për ditë aty. Sepse unë kam parë që disa nga bizneset, jo disa, po një pjesë e madhe tyre bëhen copy paste, bëhen si trend. Sot ka dalë punët handmade dhe të gjithë po bën punë handmade. Dolën kurset e marketimit dhe të gjithë u bën marketer. Okej, dolën pjesët e tjera, se nuk dua të përmend persona, dhe të gjithë e përdorën këtë. Por në të vërtet, nëse unë vendos një fjalë kyçe këtu, pra bëj një provë, nëse unë vendos një fjalë kyçe, do shkoj edhe Google-i, që është shumë kryesor, do shikoni pak diferencat se sa pak njohuri kemi ne dhe shpërndahen shumë pak njohuri. Nëse unë vendos Amazon affiliate.
është gati një pjesë shumë e madhe e botës punon këtu në Amazon Affiliate. Pra, ka persona këtu, të gjithë ju këtu, si që shikoni, nëse klikoni mbi një është një profil i caktuar i një personi këtu në Amazon. Një pjesë shumë e madhe e botës, bota po vetëm 9 miliard, punon në Amazon Affiliate. Pra, një fjalë kyçe. Nëse unë vendos një fjalë kyçe në Google, çfarë u keri? Dyqan veshjes, do provoj më poshtë. Shikoni që këtu janë 2520 rezultate për rreth dhe të gjitha këto të gjendura ose në Facebook ose në Instagram. Ok, jam shumë dakord. Po e klikoj webi. Tam. Jo, është në spanjisht. E para. Po klikoj që më doli. Po klikoj mas. Ok. Bësë parukeri estetik. Ok, jam shumë dakord. Ka vendosur këto, po ku ndodhet kjo? Unë që dua të vete për herë të parë në Shqipëri, ku ndodhet? Ku është location i vendosur? Ku duhet të shkoj unë? Duhet të pyes? Ose duhet të shkruaj në mesazh që ku ndodhesh? Pra, këtu unë kam klikuar në gjithë botën, po të klikoj unë këtu në Villafranca estetika, do të shikoni se si do dalin. Pra, diferenca që bën bota, diferenca që bën ne që pretendojmë për të arritur të bota. Pse e them këtë? Sepse unë njoh shumë. Jam pjesë e disa nga guidave që po bëhen që vinë spanjollët në Shqipëri. Tu dhe pjesa më e madhe që më kanë thënë Kristi, në vendin tënd është e pamundur të gjendet një dyqan në Google kur kërkohet një shërbim i caktuar. Dhe nuk e them kot, edhe në rrjetet mia sociale nuk kam folur kot sepse është një gjë që nuk mund ta shpik. Nuk mund ta shpik as në mendjen dhe në ëndrat e mia nuk mund të shpik gjëra. Pra ja siç e shikoni ju vet. Unë këtë gjë do ta regjistroj, do ta kem edhe në YouTube, në kanalin tim në YouTube. Shikoni ju ndonjë vendodhje përveç se Facebook dhe Instagram, edhe një website në faqe të parë. Një website, i cili ka vendosur në fund ku ndodhet. Tu, në Google My Business. Gjëja më e parë dhe më e nevojshme kur një person ka një dyqan fizik është ta vendos në Google My Business. Google My Business është një nga më të fortit që ju jep rank në kërkimet tuaja. I huaj që vjen në Shqipëri nuk e di dhe nuk ka miq dhe nuk ka shok që të kërkoj. Normalisht do ta kërkoj në Google një gjë, sa ashtu është mësuar, është mënyrë rutine, është mënyrë e të mësuarit. Dhe nuk mundet të imponosh ti një mënyrë tjetër, sepse ai nuk do të dëgjoj kur ty. Është shumë vite larg nga ty, nga pjesën e kësaj gjës, dhe ti duhet ja ofrosh sepse je ti biznesi, ti po kërkon klient. Pra, ti po i humb vetë klientët e tu. Në këto shpjegime që unë bëra deri më tani, kupton që sa pak mund të dish nga mënyra e marketimit dhe strategjisë. Pra, nëse ti ke menduar që unë do hap një biznes dhe gjë e parë do ta çoj në influencer, jo është gabim. Nuk mund të bësh këtë gjë. Sepse edhe bioja jote tu ka shumë dyqane, unë tani dua t'i marr personalisht dhe nuk dua të bëhem objekt bisedë sepse e njoh mentalitetin shqiptar. Dhe këtë gjë e kam shpagur sepse dua të jem në qetësi të pjesës time emocionale, duke qenë se unë kam qenë një nga personat që ka folur më shumë në të vërteta, një nga personat që është sulmuar më shumë për të vërtetat e saj. Nuk dua të bëj shembull persona, por unë kur shikoj që kam profile të cilët në këtë bion këtu sa ju hapet, nuk ka asnjë gjë, thjesht shkruajnë dyqan veshje dhe kaq. Dyqan veshje po ku? Reklamoj në shtëpi. Dyqani im fizik është në shtëpi, po duhet ta shkruaj. Ndërime bëhen, jo, pse duhet të zihesh këtu? Duhet të zihesh këtu, edhe të bësh story me të zënë dhe të bësh replay, pastaj si uzure, pse uzure, pagova postën, ndërkohë që ti nuk shkruan asgjë këtu. Pra, ti nuk shkruan as që malli ndrohet, ti nuk shkruan as që bëhet dërgesa në brenda Tiranës apo në rrethe apo jashtë në diasporë, ti nuk shkruan asgjë. Pra, ti nuk shkruan sa është posta,
Të gjitha këto si mund t'i marri me mend dikush që vjen tek ti dhe të shikon Wallin, nëse dikush që të merr në punë të shikon CV-n. Ti thua që un kam shumë aftësi, okay, në CV nuk shkruan asgjë. Si mund ta kuptoj ai që po të interviston ty për të zënë një vend pune që ti ke kaq shumë aftësi, por ti nuk e shkruar asgjë nga ato që ke. Pra si mund ta kuptoj? Lind pyetja. Ti nuk shkruan mënyrat e komunikimit, që ke një email që është shumë zyrtare për ta patur, qoftë një email të thjeshtë, nuk po them një email marketingu, një email të thjeshtë, nuk po them të investoni në emailet e marketingu, sepse shqiptari sa po lind pyetja te investimi, heq dorë edhe lën sin mesazhin, sepse mendojnë duke dëgjuar gjërat që çdo gjë bëhet falas, jo, shumë e gabuar kjo pjesë, unë kam thënë që në fillim të gjë, mos u gënjeni nga kjo gjë, sepse rruga e shkurtër të nxjerr më gjatë. Unë e kam parë nga shumë vajza të tjera duke ecur me këtë lloj ritmi. Jo, kjo gjë nuk është e vërtetë, sepse biznesi, qoftë ai online, qoftë ai fizik, tani në Shqipëri ka ndryshuar shumë gjëra, por po bëhet si jashtë, është shumë e vështirë tani më të operoni pa regjistruar biznesin e shumë gjëra të tjera, sepse mund të keni shumë pasoja të tjera. Kështu që nuk po i futem anës juridike në këtë pjesë, por po e them si një person i cili në vendin ku jeton e ka të regjistruar biznesin e vet dhe në vendin ku jeton përveç se në Shqipëri vepron me rregullat e saj. Por po them për pjesën e parë, një pjesë vizuale të Wallit, meqense gjithmonë propagandohet Instagrami. Unë nuk jam vetëm pro Instagramit, unë gjën e parë që kam bërë, kam dalë në YouTube, pastaj jam shfaqur në Instagram. Është Instagrami, por duhet të mësoni nga dalë, sepse nëse merrni shumë informacion, juve pastaj është ana psikologjike shumë që ndikon në menaxhimin e biznesit tuaj. Shumë persona rrëzohen shumë shpesh sepse ana e tyre psikologjike nuk është e ndërtuar ende për biznes. Që duhet të ndërtosh biznes, duhet të kesh një mendësi të tillë dhe duhet të kuptosh që ka edhe rrëzime. Unë në biznesin e produkteve për Shqipërinë dështova. Edhe nuk e them, e kam thënë gjithmonë dhe s'kam turp të them. Dështova, pse? Sepse shumica e produkteve që unë sillja, personat që i sillnin këtu, posta premrat që kalonin një sasi të caktuar nuk i merrte dot në që kishte një limit për t'i çuar. Një pjesë që i çonte të thyera, unë duhet t'ja rikompensoja klientit kur kishte që dolën fugonat, i çoja me ato venin shumë vonë, venin të hedhura shumë keq, venin të thyera dhe asnjë gjë. Me postën shqiptare me Adexi pata shumë konflikte, nuk vajtën siç duhet produktet, humnin e shumë gjëra të tjera dhe për mua ishte një falimentim. Kështu që gjëja që u mendova ishte thashu, nuk mund t'i bie murit me kokë duke falimentuar për një gjë që dhe shqiptarët nuk është se e vlerësonin, por edhe unë e çoja bëja një mund aq të madh, rria dhe i përgatisja produktet dhe unë nuk fitoja asnjë gjë sepse biznesi i funditës ti kalon një provë 6 mujore, por duhet të sjellë të ardhura. Nëse nuk sjell të ardhura, atëherë pse po e mban hapur këtë biznes? Thjesht për argëtim? Jo. Unë thash nuk do ta bëj më dhe kam hapur një dyqan timin ku shes vajrat esencial në Amazon për gjithë botën. Kështu që për mua është fitim, këtu përdoret, nuk e di. Shqipëri vetëm me një gocë kam diskutuar që në disa nga metodat e zyrës që ka hapur për fëmijët me autizëm, që ndihmon shumë, jo vetëm për fëmijët me autizëm, por edhe për ne që jemi të mëdhenj në disa nga seansat e terapisë mental që bëhet me psikolog dhe neuropsikiatër vendosen vajra esencial për të tërhequr dhe për të kthyer në atë që quhet vajrat esencial që e lidhin me të kaluarën e mirë, pra me ndjesinë e mirë të së kaluarës kur ai person është ndjer mirë, është ndjer në gjendje shumë të relaksuar, është ndjer vetvetja e kështu me radhë. Sepse duhet një 2 orë të tjera që ta shpjegoj këtë pjesën e aromaterapisë. Dhe thash, ok, Kristiana, unë nuk mundet vazhdoj më me këtë gjë dhe nuk e reklamova. Edhe gjithashtu dhe Instagramin njerë në fund postoj aty, sepse gjatë them që nuk kush janë klientet të besueshme dhe që e kanë marrë atë gjë dhe ka dhënë për kushtim dhe kanë dhënë vlera ai produkt, më kërkojnë që unë t'ju dërgoj, por që unë të vazhdoja me ritme që të ndërtoja material, të ndërtoja content, të ndërtoja produkte dhe t'i hidhja dhe pastaj feedbacku ishte që unë të dilja me humbje dhe që të vendosja lek për çdo gjë, sepse unë kam dhe një gjë shumë të rëndësishme në mentalitetin tim,
unë nuk mund të bëj një gjë sesh për të bërë. Unë të gjitha produktet që i kam tregtuar kanë qenë të vendosura jo në material plastik, përveç se vetëm antidjersave, sepse po t'i vendosja në material qelqi, do kishte shumë probleme. Të gjitha kremrat dhe çdo gjë tjetër ishin në material qelqi, dhe sapunët që s'mund t'i vendos në material qelqi, por kam përdorur, kam zgjedhur gjërat më të mira. Kështu që për mua ishte një dështim. Që dështova, okay, do dështojmë normalisht që do dështojmë sepse kështu është ndërtuar rruga e biznesit. Asnjë nuk ka lindur që ta marri një gjë dhe të jetë shumë i lulëzuar, do dështojmë, por askush nuk flet. Dhe ata që flasin duke sajuar gjëra. Sepse një person që shikohet që punon, unë nuk kam vetëm këto, por do të thënë dhe nuk e njoh vetëm në këtë lloj mënyre si po flas, por e njoh në shumë elemente të tjerë pjesën e biznesit dhe më pëlqen që ta zhvilloj më tej, po kur shoh që nuk përkrahet, nuk mund ta zhvilloj dot. Prandaj edhe pjesa e grupit e selektimeve është e madhe sepse e madhe për të bërë sepse unë nuk dua të impaktoj personat që nuk duan. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Pra, unë nuk mundem të ndryshoj mentalitetin e një personi që nuk do dhe nuk mundem dhe nuk mund të jem bashkë në energji me një person që nuk e ka të njëjtën energji me mua. Kështu që unë dua shumë që juve të filloni të kuptoni se ku qëndrojnë gabimet tuaja, se si mund ta përmirësoj, se si mund t'i shtoj këto fjalë, të filloj t'i shtoj këto fjalë kyçe që e rrisin biznesin tim, të filloj ta reklamoj më mirë biznesin tim, të filloj ta vendos në Google, edhe pse është një shërbim, mund ta vendos në Google dhe thuhet që unë ofroj shërbime, ofroj produkte digjitale, kartolina, ftesa dasma, shumë gjëra të tjera, por ta tregoj aty, ta tregoj në Google, ta vendosi jo vetëm në Instagram, të hapi paralelisht, pra të hapi një Hotmart. Një Hotmart është një mundësi website shumë i mirë që mund të reklamohen produkte digjitale. Pastaj është më larg është Amazoni, që normalisht kërkon investim, pjesa e reklamimit të produkteve në Amazon, të produkteve tuaja. Kështu që filloni dal nga dal, por nëse nuk njiheni ju e pat shumë mirë në Google me një fjalë që unë vendosa, mund vendosni shumë fjalë, vendosni kurse. Kurs italisht, kurs spanjisht. Pra nëse vendosen kurs italisht këtu ose kurs anglisht, në faqe të parë të Google-it më dalin në vendin ku jam, më dalin në qytetin ku ndodhem, kështu që nuk dua këtë. Pra, më del me vendodhje. Nëse dua ta heq vendodhje, do shikoj dhe minutazhin. Okej, jam okej. Që mos ta lë për gjysmë atë që dua të them. Dua të heq vendodhjen, sepse e merr automatikisht. Okej. Nëse unë vendos kurse anglisht, e para normalisht do dali me vendodhjen e vendit ku unë ndodhem. Por në faqe të parë, nga mënyra e listimit dhe mënyra se si është ndërtuar webi, del platforma ime planifikos. Dhe një nga gocat e ka reklamuar biznesin. Është i treti vit radhazi që e reklamon biznesin e vet. Edhe del në faqet parë të Google-it. Pra, dalin edhe këto të dyja siç e pat këtu lart. Dilnin disa kurse këtu. Ka dilnin Helen Dorën, 21 dhjetori Tiranë, kurs anglisht dhe spanjisht për fëmijë dhe Universal Language Center, qendër kursesh anglishtes, gjermanishtes, të italishtes, rruga me dar shtylla. Le të shikojmë pak për më shumë rezultate, kush del. Dalin e disa të tjera të vendosura në Google, në Tiranë janë. Qytetet pastaj flen gjuhë. Janë gjitha në Tiranë. Për fat keq. Provoni dhe me shembuj të tjerë. Provojini vetë në shtëpi, do t'i shikoni se kam apo jo të drejtë në ato që them. Provojini dhe vetë dhe shikoni se sa pak biznese janë të listuar, se sa pak dhe në këto biznese, duke qenë se shumë të huaj po bëhen pjesë e Shqipërisë dhe po punojnë në Shqipëri, ata nuk mund t'i kërkojnë dot në Shqip këto.
nuk mund t'i kërkojnë dot në shqip, do t'i kërkojnë dhe në gjuhët e huaja. Kështu që edhe webi kur juve t'ju ndërtohet, duhet të ndërtohet në gjuhët e huaja. Unë i kam të dyja platformat në gjuhët e huaja. Jo për faktin që nuk i kam tani, kam 3 vite gjysmë që i kam. Kështu që jo për këtë gjë, po për idenë e të qenurit pak vizionar. Një njeri vizionar mendon dhe për të ardhmen e cila është shumë e afërt për mua. Dhe për mënyrën se si po bëhet biznesi në Shqipëri kam shumë rezerva. Kam shumë rezerva. Kam folur shumë për këto gjëra se si po bëhet dhe po reklamohet. Supozohet që po mbështetet, por nuk po mbështetet as pak, sepse vetë ne populli i thjesht mbështesim më shumë persona të cilët janë influencer, sepse kush e di se ç'na duket, se sa mund mbështesim familjar, se sa mund të mbështesim njerëz të tjerë, të cilët na pëlqen puna e tyre. Unë e kam bërë me në këto gati 7 vite pune, e kam bërë me shumicën e jo me shumicën, po dhe pa ma kërkuar vetë goca. Unë me empatin time e kam bërë dhe e kam reklamuar biznesin e tyre, sepse më ka pëlqyer puna që bëjnë ato. Dhe ti nuk mund të reklamosh një biznes të cilin unë e kam dëgjuar, kam qenë prezent, e kam sharë që çfarë cilësi e ka, por vetëm se merr ato para e ka reklamuar. Pra, nuk dua t'ju futem këtyre gjërave, sepse janë shumë më të thella për të shpjeguar dhe për të analizuar, por dua të them që kur ndërtohet dhe krijohet një masterclass dhe jepen shembuj, duhet të nisësh nga vetja për të dhënë shembuj, dhe pastaj të nisësh, unë di dhe shumë të flas edhe për ChatGPT, di dhe shumë të flas edhe për shumë aplikacione të tjera që të AI-s për të krijuar dhe muzikë, për të krijuar edhe video, për të krijuar dhe për të risjell filmat shqiptar në formën e AI-s, di shumë të flas për to, di shumë. Sepse në 2022 kur kam bërë këtë kursin e digital marketingut dhe të inteligjencës artificiale në Harvard dhe kam paguar, shumica e personave kanë thënë bën kot. Pra e ke paguar kot sepse nga kjo gjë nuk mund përfitohet. Edhe kur ju them për pjesën e produkteve dhe shërbimeve, shikojni mënyrën se si e ndërtoni, shikojni mënyrën se kujt ja reklamoni, ndërtoni një lloj skene dhe vendosni një video që tregojnë pak për ju, që tregojnë pak për punën tuaj, që tregojnë pak edhe për lodhjen tuaj, se Instagrami në fund ditës është një gjë që duhet të ngjallë emocion, nuk ngjallet emocioni vetëm të rish bukur e mirë, nuk ngjallet emocioni vetëm të shijosh pushime. Pra, duhet dhe të tregosh pak nga vetja. Unë ka kuptoj se si mund të jetë një njeri business woman them unë, kur nuk është një person familjar, kur nuk tregon për jetën familjare se çfarë bën, se si e zhvillon dhe si alternon jetën familjare me biznesin, nuk arri do ta kuptoj në mendjen time këtë gjë, por përpiqem ta kuptoj. Pra, aty mund të gjende shumë gjëra, pra kam menduar dhe ju kam dhënë sugjerime, mundet gjithashtu edhe gjërat që përdorni, sugjerimet që përdorni për fëmijët tuaj, lodra të ndryshme mundet i sugjeroni, pra mund të bëni bloge personale dhe marrin shumë. Tani kam bërë bashkëpunime me firma të ndryshme dhe fitojnë goxha para në lidhje me këtë gjë. Pra që thoni s'kam asnjë gjë. Pra, në qoftë se ke qef fotografi, në qoftë se je një person që flet dhe nuk të emocionohesh me ato që thua, mund ta praktikosh këtë gjë. E bëre një herë gabim, punë e madhe, bëhe 10 herë gabim. Pra punë e madhe, po do ta bësh sa? Sepse të gjithë kemi filluar nga diçka. Pra, njeriu nuk ka lindur të jetë perfekt. Njeriu ka lindur që të jetë do thoya perfekt brenda imperfektit të vet. Sepse është shumë mirë, unë ndjem shumë mirë kur jam kristiana, flas të vërtetat që unë i ndjej dhe i mendoj ashtu, sepse nuk mund të flas një gjë që nuk e ndjej dhe nuk e mendoj. Njeriu duhet të ketë të dyja, them unë, edhe mendimin, logjikën, por edhe ndjesinë. Sepse nuk mund të jemi robot, edhe pse kanë lindur ta robotët, do pak kohë që të vinë edhe të na zvendçojnë ne. Akoma funksionojnë fal Zotit them unë me gjak, sepse nuk më pëlqen një botë e tillë, pra nuk më pëlqen edhe kur jap këshilla një botë e ftohtë, nuk jam një person që më pëlqen një lloj mënyre e tillë komunikimi dhe nuk më pëlqejnë mënyrat e komunikimit që ndërtohen me fallsitet. Nëse unë shpjegoj një gjë sot dhe ti mundesh të thuash që unë dikur pas
3-4 viteve e kam dëgjuar një gjë të tillë, dikush e ka thënë këtë gjë, për mua është shumë kënaqësi që ty për pas kaq vitesh, siç janë goca sot pas 5 viteve kthehen dhe më thon, Kristi, vërtet më kujtojnë fjalët e tua edhe pse është pak vonë, por që gjithsesi e mora mësimin. Kjo gjë mua më jep shumë satisfaksion, më shumë se çfarë do lloj paraje tjetër që mundet të lëviz, sepse në fund të ditës nëse ti nuk di se si ta krijosh atë që unë e quaj brandin tënd, se në fund ditës kështu do mbahesh mend. Edhe nëse ti e ndryshon, prapë do mbahesh mend nga e nisi dhe si e nisi. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në mentalitetin ton. Akoma nuk ka ndryshuar kjo pjesë. Do pak kohë të ndryshoj. Kjo pjesë do dhe pak përpjekje, do dhe pak përkushtim. Por dijeni vetëm një gjë që biznesi, siç e menaxhoni ju dhe siç mundet ta kërkoni që ta përmirësoni, nëse nuk dini gjë të thoni që unë nuk e di këtë gjë, nuk kam pasur kurrë si qëllim të përdor masterclasset e mia për të ofruar kurse edhe për të ofruar seanca, nuk e kam pasur këtë kurrë, as së synim dhe nuk e kam përdorur kurrë si objektiv, edhe pse shumica ma kanë thënë, por kanë thënë unë dua të jap diçka në lidhje me eksperiencën, në lidhje me atë çfarë di dhe në lidhje me atë çfarë bëhet. Edhe Instagrami së shpejti po ndryshon shumë, ka ndryshuar nëse e keni vënë re. Shumë llogari të cilat kanë bler followers, kujdes kur blini followers, janë mbyllur dhe ju kanë dhënë shenja shumë të errta Instagrami për të mbyllur live-et, për mënyrën se si vjedhin videot dhe nuk i bëjnë për shembull edit by, supozojmë, është bërë nga Jurja kjo gjë dhe ti s'mundet ja vjedhësh autorsinë asaj, duhet ta shkruash aty poshtë, sepse mirë që ja morë videon, por duhet të shkruash se nga ka ardhur. Mirë që ja morë thënien, por duhet të shkruash se nga ka ardhur. Pra, kjo gjë është pastaj lidhet me pjesën e të punuarit me veten, me pjesën së brendshme e shumë gjërash të tjera që do doja të bëja një masterclass tjetër në lidhje me këtë gjë. Për sa i përket pjesës se si mundet të adaptohemi dhe të krijojmë brandin ton duke u shfaqur ne si vetja jonë, por duke përmirësuar veten qoftë në mënyrën e komunikimit, qoftë e postura e trupit, qoftë në mënyrën se si artikulojmë dhe në shumë aspekte të tjera, elemente të tjerë komunikativ që japin pluse shumë të domosdoshme dhe të nevojshme biznesit tuaj. Po lexoj pak në këto 3 minutat e fundit. Është e vërtet, thot Jura. Nuk gjejnë adresat e sakta të lehtësirave që ata duan. Po. Nuk e gjejnë sepse fëmijës nuk ju intereson të flasi për këtë. Jemi në një botë kapitaliste dhe duhet ta kuptoni që nëse gjeni një person që flet sinqerisht, për juve duhet të jetë shumë e rëndësishme që të jeni pjesë e atij personi dhe ta mbështesni. Unë shumë herë kam mbyllur grupet e mia, e shumë herë kam hapur, sepse brenda tyre ka pas persona të cilat kanë përfituar nga puna ime, kanë përfituar nga dashamirësia, empatia, shumë gjëra të tjera dhe i kam larguar. Atë që thash dhe më përpara, jam një person shumë spiritualist, kam bërë shumë gjëra për sa i përket spiritualitetit, di shumë në lidhje dhe nga kjo botë sepse e dua dhe është një botë paralele e imja që jam po aq kristiana aty sa që jam po aq kristiana në biznes. Pra janë të dyja shumë të lidhshme me mua, shumë gushtimisht dhe e besoj shumë fort këtë gjë që kur unë nuk kam një connection të mirë me personat, nuk dua fare as t'i kem kështu që të më shikojnë, sepse thjesht më transmetojnë edhe pse nëpërmjet ekranit një lloj antipatie që e kam diskutuar dhe me një profesoresh këtu të spiritualitetit dhe më ka thënë gjëja më e mirë që bën ti është që ti shpreh atë që e ndjen, shumica e personave nuk kanë dot guximin ta bëjnë këtë. Nuk kanë dot sepse ruajnë normat. Nuk janë norma ato janë falsitete. Është ajo egoja e brendshme që lind në një moment të caktuar që ti do të shfaqesh dikush tjetër që nuk je. Kështu që nëse nuk punon dot për atë ego, ajo do të mbizotroj kudo që ti të vesh dhe çfarëdo lloj gjëje që ti do bësh. Faleminderit Jonida. Shumë faleminderit edhe gocave të tjera pjesëmarrëse. Në më pak se një minutë kjo do mbyllet, unë prapë do ta lë te grupi, por njëkohësisht tash që do ta editoj, do ta hedh edhe në YouTube channel që ta dëgjojnë persona të cilët nuk ishin pjesë sot. Shumë faleminderit edhe ju uroj shumë suksese në punën tuaja. Qofshi sa më të realizuara me parat
dhe në rast të parë qofshi sa më të mira në sa i përket pjesës materiale dhe pjesës mendore dhe asaj emocionale, sepse nëse këto nuk bëhen bashkë, nëse nuk kanë harmoni, nuk mund të shkoni dot në paralelizëm me njëra tjetrën. Duhet të shkojë njëra, pa, nuk ecni dot në rrugë paralele, gjithmonë do priteni diku, gjithmonë njëra do t'ju çojë mbrapa dhe disa do t'ju çojnë përpara, po do ecë avallja që dy hapa para, një mbrapa, dy hapa para, një mbrapa. Kështu që kujdesuni dhe për qenien tuaj sepse e transmetoni në mënyrën se si e prezantoni